Një aksident tragjik është regjistruar rreth orës 23:50 të mbrëmjes së të mërkurës në fushë shpresë. Në aksident janë përfshirë një automjet betoniere dhe një automjet tjetër. Pas aksidentit, drejtuesi i betonierës Aleksandër Krashi është larguar nga vendngjarja. Ndërsa sipas përplasjes së fortë dhe përfshirjes së automjetit nga flakët, kanë ndërruar jetë drejtuesi i automjetit Enedi Laçi, 25 vjeç, dhe 3 pasagjerë në mjetin e tij, Erildi Laçi, 20 vjeç, Enriket Kurti, 24 vjeç dhe Andi Laçi, 22 vjeç. Drejtuesi i betonierës është shoqëruar në polici për veprimet e tjera që mund të ndihmojë autoritetet për zbardhjen e rrethanave dhe shkakut të aksidentit të rënd. Prokuroria e Tiranës po zhvillon hetime me qëllim zbardhjen dhe dokumentimin ligjor të këtij aksidenti. Betonierja që shkaktoi aksidentin tragjik në orët e vona të së mërkurës në fushë shpresë drejtohej nga një person që nuk kishte leje trajtimi për këtë kategori mjetesh dhe për më tepër kishte ndaluar në anë të rrugës pa ndesur më parë sinjalet e blokazhit. Në këtë përfundim kanë mbërritur hetimet paraprake të policisë së shtetit në lidhje me aksidentin që u mori jetën 4 të rinjve në Tiranë. Veç shoferit të betonierës të identifikuar si 24 vjeçari Aleksandër Krashi, policia ka arrestuar edhe të afërmin e këtij të fundit, Valentin Krashi, 25 vjeç. Ky i fundit akuzohet për përkrahje të autorit të krimit dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, pasi ka larguar drejtuesin e betonierës nga vendi i ngjarjes. Në pranga ka përfunduar edhe menaxheri i firmës së prodhimit të betonit, 34 vjeçari Daniel Koxha. Ai akuzohet se ka punësuar në të zezë Aleksandër Krashin dhe se betonierja lëvizte pa dokumentacionin e nevojshëm. Ndërkohë në kërkim është shpallur edhe një 27 vjeçar me pozicion si administrator i kompanisë. Rame. Mërlull, ore, po edhe në flet votimit 4 kishte ra më burr. Dialogu virtual sa komik aq edhe politik mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës mbyllet në një pikë që i bashkon dy politikanët. Marrëveshja e 17 majit e vitit 2017, pas çdo kërkese llogarie nga Basha se ku janë sot ish bashkëpunëtorët e socialistit, Rama kthen kohën pas dhe jep detaje nga takimi i tyre i dikurshëm kokë më kokë. E kam lënë cigaren, Lul, se ty të ka ngel ora kur ne idëm bashk, deri mas mesnate, që u thanë 2 paketa se mi pive gjysma tia më shumë se kishe emocione. Emër Lul, mirë cigaret, po dhe gjysmën e qeverisë ta dhash, po... Mea culpa e Bashës për 17 maj nuk mundi ta heq këtë pakt nga kujtesa e demokratëve. Mes rreshtave Rama zbulon edhe rolin e Berishës në arritjen e dakordësisë mes kreut opozitës dhe mazhorancës. Qa kohë ishte, ha? Ti poshtë meje duke këndu hymnin kombëtar dhe unë që punoja lart me zërin tënë në sfond. Pastaj marrëveshja për dalë krah për krah nga çadra me ballin lart, flokët si gjithmonë pik edhe me atë xhepin tat plot me mesazhet e dokut tënd që të çonte zemra në iPhone. Partia Demokratike ka publikuar librin e dytë të zi për majorancën socialiste. Pas librit të zi të zgjedhjeve lokale, demokratët prezantojnë ato që e konsiderojnë si librin e zi të qeverisë socialiste, titulluar Libri i zi i rilindjes. Në prezantimin e këtij libri mori pjesë ish kryeministri Berisha, i cili vlerësoi punën e bërë nga të rinjtë e PD, teksa i cilëson librin si autopsia e regjimit dhe bën një paralajmërim. Ndaj dhe libri i zi, jo vetëm u paraqet shqiptarëve të zezat e këtij regjimi, por libri i zi paraqet para shqiptarëve potencialet e mëdha që ekzistojnë për Partinë Demokratike, domosdoshmërinë e një auditi të tipit Elon Musk në mënyrë që të kthehen paratë shqiptarëve dhe Shqipërisë. Dhe ju garantoj se kjo do ndodhë. Berisha nga ana tjetër foli edhe për programin e tij nëse vjen në pushtet, duke konsideruar si libri i punëve të mira. Kujtojmë se pas humbjes së zgjedhjeve lokale, Berisha publikoi ato që e cilësoi si libri i zi i zgjedhjeve, që sipas tij faktonte vjedhjen e zgjedhjeve nga krimi e bandat. Erion Velia ishte tërhequr nga vendimi për t'i deleguar detyrat e bashkisë nën kryetares së këtij institucioni Sara Goxhaj, pas vendimit të firmosur më herët për t'ia hequr këto kompetenca Anuel Aristanit. Kryebashkiaku ka bërë një hap pas duke cilësuar si një gabim të tij, pasi mendonte se një gjë e tillë ishte dakordsuar brenda ekipit drejtues, ndërsa mohoi që të ketë përplasje me kryeministrin Edi Rama. U informova që pas ka plasur peshku në moçalet mediatike për përplasjen time me Ramën, për punë delegimesh. E para një herë me Ramën kam vetëm mall të takohen për të folur për punët si gjithmonë dhe asgjë tjetër s'më shkon në mendje.
E dyta kanë firmosur një ridelegim me idenë e gabuar se ishte dakordëzuar brenda ekipit drejtues, por kështu është kur punon pa informacionin e mjaftueshëm. Velia i thotë se delegimi është rikthyer edhe një herë aty ku ishte tek Anuel Aristani. E fundit kërkoni e gërmoni ku të doni tani, se u bë sport ky falde prokurorit tim të dashur, por në marrëdhënien time me Ramën lodheni kot fare, se është plazmuar në kohra të vjetra dhe nuk e ndryshon dot asnjë kohë, sado e mallkuar qoftë. Delegimi është rikthyer aty ku ishte dhe këtu mbyllet edhe keq kuptimi. Erion Veliaj kishte firmosur nga qelia urdhrin me numër 582 për t'ia deleguar punët e bashkisë nën kryetares tjetër të këtij institucioni Sara Goxhaj. Në vendim Veliaj përcaktonte gjithashtu që sekretari i përgjithshëm i bashkisë Alban Dokushi të ngarkojë me zbatimin e urdhrit, por këto lëvizje nuk kanë marrë miratimin e kryeministrit Edi Rama, i cili mbrëmjen e së mërkurës në një vizitë në bashki ka zbërë gjithçka. Burimet pohuan se Rama i ka kërkuar protokollit që të mos zbatojë urdhrin e nxjerrë nga Veliaj për marrjen e detyrave të kryetarit të bashkisë nga Sara Goxhaj, duke larguar këtë të fundit nga pozicioni si dhe konfirmoi në detyrë Anuel Aristanin, vendim që më pas u respektua edhe nga Veliaj. Në listët zyrtare të dorëzuara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike ka huazuar tek partitë aleate disa prej kandidatëve të saj. Edhe pse si forca politike këto subjekte janë pothuajse fantazma, PD ka vendosur që t'i të shpërblej për besnikërinë e treguar. Manovra ka për qëllim që këto parti të përfitojnë në fund të zgjedhjeve të 11 majit fonde publike. Lëvizjet nisin nga qarku i Dibrës, ku Denis Avata, edhe pse kryetare Degës në Mat, është regjistruar si pjesë e partisë Lëvizja Legaliteti. Ndërkohë në Tiranë, Klevis Balliu rezulton si pjesë e frymës së re demokratike, kurse kreu i FRPD, Besar Xhaferi, është regjistruar si kandidat i ballit kombëtar demokrat. Të njëjtat lëvizje janë bërë edhe në Shkodër e Vlorë, ku Greta Bardeli do të jetë pjesë e Partisë Demokristiane, ndërsa Atir Hoxha i ballit. Këta kandidat janë pjesë e listave të mbyllura, dhe në rast se fitojnë mandatin, të gjitha këto subjekte të vogla politike do të përfitojnë të ardhura nga KQZ, pasi do të kenë deputet në kuvend. Pra një nder ky që Berisha po u bën të gjitha aleatëve të koalicionit PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Parlamenti Evropian nënvizon rëndësinë e punës së SPAK-ut kundër korrupsionit dhe dënon çdo përpjekje për të minuar pavarësinë e prokurorisë së posaçme antikorrupsion dhe institucioneve të tjera të drejtësisë. Kështu thuhet në draft raportin për Shqipërinë të Komisionit të Punëve të Jashtme. Kundër të tjera bëhet thirrje për të rritur transparencën dhe për të angazhuar publikun në komunikimin për integrimin në Bashkimin Evropian, duke marrë parasysh ndryshimet e korrikut të vitit 2024 në kodin zgjedhor, të cilat mundsuan votimin nga jashtëvendit për diasporën. Parlamenti Evropian nënvizon nevojën për të adresuar dhe zbatuar rekomandimet e OSBE-ODIR-it dhe Komisionit të Venecias. Në ndërkohë që Komisioni i Posaçëm Parlamentar po punon për ndryshime ligjore kundër dezinformacionit, Parlamenti Evropian sjell në vëmendje se çdo rishikim i ligjeve për median duhet të jetë në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe të bëhet në mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse. Gjithashtu vëren se nuk ka pasur përparim në parafrimin e kuadrit ligjor me legjislacionin e Bashkimit Evropian, përfshir Aktin Evropian për lirinë e medias. Në draft raporti bëhet thirrje autoriteteve shqiptare të përshpejtojnë reformat për antarësim sa më të shpejt në Bashkimin Evropian, si dhe i kërkohet presidentit të Parlamentit Evropian t'ia përcjellë këtë raport Këshillit, Komisionit dhe autoriteteve shqiptare. Në Strasburg, kryetarja e Kuvendit Elisa Spiropali bëri thirrje për pranimin e Kosovës në Këshillin e Europës, organizatën më të vjetër europiane që merret me zhvillimin e demokracisë dhe të drejtat e njerëzit, ku Kosova ka aplikuar për antarësim më 12 maj të vitit 2022, por ende nuk ka marrë dritën jeshile. Këshilli i Europës nuk është i plot me mungesën e shtetit më të ri të Europës, Kosovës. Vështirë të gjendet një shtet tjetër që pas 26 vitesh liri dhe 17 vitesh pavarësi, të ketë ndërtuar një demokraci vibrante si Kosova. Prandaj pranimi i Kosovës në Këshillin e Europës, i cili ka mbështetjen e Asamblesë Parlamentare, është kërkesa më e rëndësishme e kryetares së Parlamentit të Shqipërisë ndaj kësaj konference. Spiropali përshëndeti vendimin e Parlamentit Evropian për hapjen në Shqipëri të zyrës rajonale për Ballkanin Perëndimor, duke siguruar se Kuvendi i Shqipërisë mbetet i palëkundur në avancimin dhe thellimin e reformave, mbështetjen e institucioneve të drejtësisë dhe të pavarësisë së tyre, si dhe mbrojtjen e vlerave dhe konsolidimin e institucioneve demokratike. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se Shqipëria dhe Kroacia kanë hapur një garë armësh
me nënshkrimin e një memorandumi për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes me Kosovën. Është situatë e vështirë për ne, por ne kemi kuptuar mesazhin e tyre dhe ne do ta ruajmë vendin tonë, do t'i pengojmë ata dhe gjithmonë do ta mbrojmë me sukses nga çdo agresor i mundshëm, qoftë dhe një agresor kaq i fuqishëm, tha Vučić për gazetarët në Bruksel më 19 mars. Pas një takimi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, Vučić theksoi se ky memorandum shkelte marrëveshjen nënrajonale dhe se ishte i bindur që NATO-ja nuk ishte njoftuar për këtë veprim. Ai shtoi se çështjen e kishte ngritur në bisedën me shefin e NATO-s, por nuk e zbuloi reagimin e Rutës. Është detyra jonë t'u themi zotit Rutte, njerëzve të NATO-s dhe gjithë të tjerëve se kjo është shkelje të ashtu quajturës marrëveshjen nënrajonale për kontrollin e armëve nga viti 1996, tha Vučić. Nga ana tjetër Rutte shkroi në X se bisedoi me Vučić për rëndësinë e ruajtjes së sigurisë rajonale dhe për mënyrën si mund të forcohen më tej marrëdhëniet ndërmjet NATO-s dhe Serbisë. Deklarata e nënshkruar nga ministrat e mbrojtjes të Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës thekson forcimin e bashkëpunimit mes këtyre tre shteteve në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Vila 3-4 e deputetes së Partisë së Lirisë Monika Kuremati do të qëndrojë në masën e sekuestros preventive. Është ky vendimi që u mor në seancën e kësaj të njëjte nga gjykata e lartë. Tresha penale përbërë nga Ilir Panda, Albana Boksi dhe Medi Bici rrëzuan rekursin e Kurematit, e cila kundërshtoi vendimin e shkallës së parë të apelit të posaçëm për sekuestrimin e pronës së saj, konkretisht me sipërfaqe totale rreth 420 metra katror. Me kërkesë të SPAK, gjykata e posaçme në nëntor të vitit 2024 sekuestroi edhe vilën e Monika Kurematit, por edhe atë të nënës së saj, si burime të pajustifikuara të ardhurave. Por apeli i posaçëm një muaj më vonë hoqi nga sekuestro vilën e Fatime Kurematit, ndërsa për atë të deputetes vendosi të linte në fuqi vendimin e shkallës së parë. Kjo kërkesë e organit të akuzës erdhi mbi bazën e hetimit që SPAK po kryen për çiftin Meta Kuremati, të cilët dyshohen se kanë kryer veprën penale, pastrim parash, korrupsion pasiv si dhe mos deklarim dhe fshehje të pasurisë. Pikërisht ky hetimi, prokurorisë së posaçme përmban në qëllinë e paraburgimit ish presidentin Ilir Meta që për muajin tetor të vitit të kaluar, ndërsa 3 persona, mes tyre Monika Kuremati, Ema Çoku dhe Piro Xhixho, po hetohen me masigurie detyrim paraqitje. Gjykata e posaçme pranoi kërkesën e SPAK dhe vendosi dërgimin për gjykim të dosjes në ngarkim të deputetit Plerent Ndreca dhe 15 personave të tjerë që akuzohen për shkelje të barazisë në tendera dhe falsifikim dokumentacioni. 15 akuzuarit e tjerë ish zyrtar të Ministrisë së Brendshme dhe përfaqësues të operatorëve ekonomik që kanë përfituar nga tenderi i rindërtimit të komisariateve të policisë, kanë kërkuar gjykim të shkurtuar, ndërsa deputeti Plerent Ndreca kërkoi gjykim me procedurë të zakonshme. Ndreca akuzohet nga prokuroria e posaçme për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera dhe ankande publike. Deputeti dyshohet nga prokuroria e posaçme se duke përdorur postin si zëvendës ministër i brendshëm në atë kohë, ka favorizuar subjekte të caktuara tregtare dhe ka ndikuar në skualifikimin e të tjerave në tenderat për rikonstruksionin e disa komisariateve. Procedurat në fjalë janë ndërmarrë gjatë kohës që ministri i brendshëm ka qenë Sander Leshaj. Gjykata e apelit të posaçëm rrëzoi kërkesat dhe la me masat e sigurisë arrest me burg Safete Behar Bajrin, si edhe Asmir Bilalin, që akuzohen për vrasjen e Fatbarth Licit, ngjarje ndodhur në 10 gusht të vitit 2018 në qytetin e Shkodrës. Në seancën e apel, Safet Bajri mohoi edhe një herë tjetër akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme. Ai konsideroi pa lidhje përgjimet e prokurorisë, si dhe pamjet e kamerave të sigurisë, teksa tha se atë ditë ka qenë në një restorant peshku dhe më pas ka shkuar në shtëpinë e tij në Dobraç. Prokuroria thot në dosjen e ngritur ndaj Safete Behar Bajrit si dhe ndaj Asmir Bilalit se këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë organizuar ekzekutimin e Fatbarth Licit për hakmarrje. Vrasja dyshohet se është realizuar pasi Behar Bajri fajsonte Ibrahim Licin për vrasjen e ish efektivit të policisë, Boran Bërçana dhe bashkëtuese së tij, Silvi Ndoci. Çifti u ekzekutua mëngjesin e datës 17 korrik 2018 në makinën e tyre dhe në sy të fëmijës 2 vjeçar. Në lidhje me këtë vrasje, në hetim është dhe ishe dashura e Behar Bajrit, që akuzohet se ka ndihmuar autorët duke i larguar nga vendi i ngjarjes me makinën e saj. Në seancën për konfirmimin e masës së sigurisë, Lulzim Berisha mohoi akuzat e ngritura. Në fjalën e shkurtër që mbajti përpara gjykatës, i sapo ekstraduari nga Spanja, tha se nuk e njeh të penduarin e drejtësisë Luftar Reçin,
se ka takuar asnjëherë atë dhe se akuzat e ngritura ndaj tij do të rrëzohen, ashtu si çdo akuzë tjetër në të shkuarën. Ndërkohë avokati i tij Detar Hysi në një prononcim për gazetarët jashtë salle u bëri thirrje prokurorëve të posaçëm që të jenë të pavarur në punën e tyre, ndërsa ngriti dyshime se bashkëpunëtorët e drejtësisë po përdoren për qëllime të caktuara. Të jashtëquajturi bashkëpunëtori i drejtësisë Luftar Reçi, një mitoman permanent që nga dita që të futur në sistemin e burgjeve deri më sot bën kërkesa dhe krijon artifica duke mashtruar institucionet shtetërore. Përfitoj nga rasti t'i bëj thirrje ndërgjegjes profesionale të prokurorëve të posaçëm që përdorimi i bashkëpunëtorëve të drejtësisë për interesa të caktuara apo për statistika mediatike cënon në rënd sigurinë kombëtare, sigurinë e jetës dhe sigurinë e pronës. Gjykata e posaçme vendosi masën e sigurisë arrest me burg për Lulzim Berishën, pavarësisht pretendimeve të mbrojtjes. Gjatë seancës së kësaj të njëjtë në gjykatën e posaçme, bashkëpunëtori i drejtësisë Nureddin Dumani për dosjen Plumbi i Art i është përgjigjur pyetjeve të avokatëve të pandehurve, duke zbuluar më shumë detaje. Teksa Nureddin Dumani rrëfeu njohjen me Enrik Hoxhaj nëpërmjet Festim Qolit, shpreh se u gëzua kur mori vesh për vrasjen e komisarit Dritan Lamaj. Për vrasjen e Elvis Dedës, Festim Qoli ka qenë në kërkim. Në takimin mes meje dhe Enrik Hoxhajt në Tiranë kemi folur për atentatin që do ndodhte. Herën e dytë që u takuam, unë dhe Festimi erdhëm në Tiranë në blok, aty ku jetonte Henriku. Shkuam tek një dyqan pas Tajvanit ku shiteshin telefona të inkriptuar. I dhash 5.000 euro Henrikut për telefonin. Më tha se do të më jepte 95.000 euro për vrasjen e Dorian Shkozës në Durrës. Personi tjetër ishte Elio Bitri. E kisha vënë në djeni Henrikun. Elio si premtova 35.000 euro. Të përfshirë në këtë vrasje ishim unë, Klevis Alla dhe Aslan Plaku. Mëtej ai foli edhe për njohjen me Florence Shapian kur tha se ky i fundit i kishte dhënë makinën e përdorur në atentatin e Dorian Shkozës. Dumani tha mëtej se ka folur disa herë në aplikacionin Skype me Shapian, që dëshmi e bashkëpunëtorit të drejtësisë, ka tensionuar situatën në seancë, pasi njëri nga të pandehurit Enver Diva, tha se kishte prova që Nureddin Domani do të fuste në burg të gjithë shokët e Tajlo Çelës. Unë kam një provtimin që ky do i fuste në burg të gjithë shokët e Tajlos. Unë e kam të incizuar me fakte dhe prova që gjyqtarë dhe deputet kanë ardhur për të takuar Nureddin Dumanin. Janë 120 minuta incizim. Pas vendimit të Këshillit Evropian të pagesave për të pranuar Shqipërinë në SEPA, parashikohet që duke filluar nga muaji tetor, qytetarët dhe bizneset shqiptare të mund të kryejnë transaksione në SEPA. Guvernatori Gent Seko shpalosi përfitimet që vijnë për Shqipërinë. Komisionet për kryerjen e transaksioneve SEPA pritet të jenë ndjeshëm më të ulta se komisionet aktuale. Vlerësojmë se vetëm nga ulja e komisioneve, kryerja e transaksioneve nëpërmjet skemave SEPA do të kursejë agjendën ekonomik rreth 20 milion euro në vitin e parë, pra që këtë vit. Bankat vendase janë angazhuar maksimalisht për plotësimin e kritereve teknike dhe ligjore, ku duhet them se disa prej tyre kërkojnë investime të konsiderueshme financiare. Megjithatë, ne mbetemi besim plot se qytetarët dhe bizneset shqiptare do të mund të kryejnë transaksione SEPA duke nisur nga muaji tetor i këtij viti. Në forumin e biznesit Seko u ndale edhe tek Open Banking, përmes të cilit klientët shqiptar mund të autorizojnë palët e treta të transferojnë fondet nga llogaritë e tyre bankare për të kryer pagesa dhe për të marrë shërbime të ndryshme. Deri më sot janë autorizuar për të kryer veprimtarinë e ofruesit të shërbimit të inicimit pagesave dhe atë të informimit llogarisë, 2 institucionet paras elektronike dhe 4 institucione tjera janë në proces shqyrtimi dhe vlerësimi. Sikur se jeni ndjeni, janë shënuar dhe transaksionet e para të suksesshme, ai i inicimit pagesës dhe i informimit llogarisë, ndërmjet një banke dhe një institucionit paras elektronike, të cilat presin të rriten volume dhe të shtrihen në më shumë subjekte. Sipas të dhënave, numri pagesave digjitale për frym ka arritur në 23 në vitin 2024, nga vetëm 2 pagesa për frym në vitin 2015. Gjithashtu përfshirja financiare, matur si përqindje popullsisë që zotëron të paktën një llogari financiare, ka arritur në 78%, nga rreth 40% që ishte në vitin 2015. Shqiptarët vijojnë të mbeten populli më pak i lumtur në rajon.
Raporti global i lumturisë këtë vit na rendit në vendin e 89, teksa më të lumturit në Ballkanin Perëndimor janë shqiptarët e Kosovës. Raporti ka marrë në konsiderat cilësinë e jetesës, balancën mes jetës sociale, asaj private dhe punës, numrin e personave në familje, shërbimet sociale, shëndetësore dhe mirëqenien. Pothuajse në të gjitha këto kritere Shqipëria renditet e fundit në rajon, por ajo që është më shqetësuese lidhet me rënien me 6 vende në këtë raport në 3 vitet e fundit. Në të rësi, raporti global i lumturisë thekson se zhvillimet gjeopolitike në Europë dhe në vende të tjera të botës kanë ulur nivelin e lumturisë në nivel global. Arsyet janë nga më të ndryshmet, që nga pasiguria prej konflikteve deri tek frika për të mbetur vetëm, siç është rasti të moshuarve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më të lumturit në këtë raport vijojnë të mbeten nordikët, ku finlandezët kryesojnë për të 8 vit me radhë, ndjekur nga danezët, suedezët dhe norvegjezët. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe i hartuar nga Bashkimi Evropian nuk është në përputhje me Kushtetutën e Kosovës. Ajo tha se propozimi ka probleme të shumta të cilat ja kanë adresuar edhe emisarit të ri të Bashkimit Evropian për dialogun në takimin e mbajtur në fillim të kësaj jave. Personalisht besoj se nuk janë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, nuk janë në përputhje as me vlerat dhe normat e Bashkimit Evropian dhe standardet e Këshillit të Evropës pastaj, dhe po ashtu nuk janë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015. Dhe një draft statut i tillë që bie ndesh me këto të trija nuk ka se si të hyjë në fuqi, dhe as nuk besoj që do të mund të kalonte çfarëdo testi në gjykatën kushtetuese. Përgjatë këtyre viteve të fundit ka qenë që Kosova absolutisht nuk është trajtuar në përputhje me parimin e barazisë dhe balancin në këtë proces të dialogut. Ka qenë proces i njëanshëm, i cili e ka dëmtuar edhe vetë kredibilitetin e procesit. Tani me leadershipin e ri të Bashkimit Evropian shpresojmë shumë që ky balanc dhe kjo barazi të rikthehet në tavolinë. Osmani theksoi se presin nga leadershipi i ri i Bashkimit Evropian të marrë parasysh kërkesat e Kosovës. Këto komente Osmani i bëri në konferencë për mediat pas takimit me presidentin e Letonisë. Maqedonia e Veriut nisi të njëjtën ceremonitë e varrimit të viktimave të zjarrit tragjik në qytetin lindor të vendit Koçan fundjavën e kaluar. Të paktën 59 persona humbën jetën dhe 155 të tjerë u lënduan si pasojë e shpërthimit të zjarrit në një klub nate në Koçan në orët e hershme të 16 marsit. Trupat e viktimave do të varrosen në pjesë të ndryshme të vendit, përfshirë Koçanin, Shtipin, Shkupin, Strumicën dhe fshatin Obleshev. Qeveria e Maqedonisë së Veriut urdhëroi institucione shtetërore dhe këshilloi qeveritë lokale dhe punëdhënësit e sektorit privat që të lënë pushim të gjithë të punësuarit në territorin e Koçanit për të marrë pjesë në ceremoni. Kryepeshkopati së Ohorit, kryepeshkopi Stefan ka bërë thirrje për unitet dhe lutje pas tragjedisë të tmerrshme në Koçan. Qeveria maqedonase ka shpallur 7 ditëzie për këtë tragjedi, ku shumica e viktimave ishin të rinj. Autoritetet kanë premtuar hetim të shpejtë dhe të plotë, si dhe kanë arrestuar 23 të dyshuar deri më tani, 11 prej të cilëve në paraburgim. Në Stamboll ka shpërthyer një protestë masive dhe përplasje me policinë pas arrestimit të kryetarit të bashkisë Ekrem Imamoglu. Sipas raportimeve të mediave të huaja, edhe pse autoritetet kishin ndaluar tubimet, studentët e universitetit u mblodhën për të shprehur kundërshtinë e tyre. Policia është përpjekur të ndalojë marshimin, por mijëra protestues, të cilët brohorisnin slogane për demokracinë, arritën të kalonin barrierat e forcave të rendit. Studentët apeluan për mbështetje nga të tjerët dhe theksuan nevojën për të mbrojtur të drejtat dhe liritë demokratike. Protesta vazhdoi me një marshim drejt bashkisë së Stambollit. Studentët kanë paralajmëruar se do të vijojnë protestat në ditët në vazhdim. Ekrem Imamoglu, kryetari i bashkisë së Stambollit dhe antar i Partisë Republikane Popullore, është arrestuar në akuza për korrupsion dhe lidhje me terrorizmin. Arrestimi erdhi pas një kontrolli në shtëpinë e tij, ndërkohë që janë lëshuar urdhra arresti për rreth 100 individ të tjerë, përfshirë këtu gazetarë dhe biznesmen, për akuza të ndryshme, nga korrupsioni deri tek terrorizmi. Imamoglu
Përballet me dy hetime që përfshin akuza për udhëheqje të një organizate kriminale, rishfet dhe manipulim tenderash. Autoritetet turke kanë arrestuar 37 persona për shkak të postimeve provokuese në rrjetet sociale në lidhje me arrestimin e kryebashkiakut të Stambollit, Ekrem Imamoglu, njoftoi qeveria turke të njëjtën. Imamoglu, rivali kryesor politik i presidentit Recep Tayyip Erdogan, u arrestua të mërkurën në akuzat për korrupsion dhe mbështetje të një grupi terrorist. Partia kryesore opozitare ka cilësuar arrestimin e tij një tentativë për të goditur presidentin tonë të ardhshëm. Mira njerëz dolën në rrugë dhe në kampuset universitare në qytete të ndryshme, përfshirë Stambollin dhe kryeqytetin Ankara, për të protestuar me slogane kundër qeverisë, pavarësisht se autoritetet i ndaluan protestat për 4 ditë, menjëherë pas arrestimit të Imamoglu. Autoritetet turke identifikuan 261 llogari në media sociale, duke përfshirë 62 jashtë vendit, që mbanin postime provokuese që nxisin krim dhe urrëtie pas arrestimit të Imamoglu, dhe po vazhdojnë përpjekjet për të gjurmuar të dyshuarit e mbetur, tha ministri i brendshëm i Turqisë, Ali Yerlikaya, në platformën X. Ministri shtoi se 18.6 milion postime rreth Imamoglu u shpërndan në X, brenda 24 orëve nga ndalimi i tij. Imamoglu, 54 vjeç, kryeson para Erdoganit në disa prej sondazheve në Turqi. Përveç ndalimit të protestave, autoritetet mbyllën disa rrugë dhe kufizuan aksesin në disa rrjete sociale. Turqia gjithashtu sekuestroi një kompani ndërtimi që është në bashkëpronësinë e Imamoglu dhe një kompani tjetër në pronësinë e tij. Shumica e 105 personave të arrestuar bashkë me Imamoglu janë pjesë e stafit të Bashkisë së Stambollit. Kombëtarja shqiptare do të nisë rrugëtimin e saj në kualifikuesit e botrorit 2026 me një përballje siç është ajo me Anglinë në Wembley. Trajneri Silvinho në konferencën përpara kësaj ndeshjeje, pasi pohoi se ka disa probleme në repartin e mbrojtjes, theksoi se skuadrën e tij e pret një ndeshje shumë e vështirë. Do të jetë sfidë e vështirë, por dhe e këndshme. Është e vërtetë që nuk kemi shumë kohë për të përgatitur. E kemi diskutuar dhe mes trajnerësh në FIFA, se ai vështirë është. Mos harrojmë që kemi ndeshje edhe ndaj Andorës. Do të jetë e vështirë sepse nuk ka mjaftueshëm kohë. Kemi përdorur video, diskutime me lojtarët. Ato vinë të lodhur, duke qenë se kanë sezone të gjata. Nesër do të vendosin për titularët. Për sa i përket mënyrës së lojës që do të aplikojë, Silvinho preferoi të mos ndalet shumë në këtë pikë, duke theksuar se do të tentojë diçka e veçantë. Tuchel është një trajner i mirë, i ri dhe fitues me energji. Nuk ka rëndësi si do të luajmë. Ata janë një ekip i fortë me shumë cilësi fizike dhe teknike. Luajnë mirë 1-1. Do të tentojmë për diçka të veçantë. Kemi punuar në aspektin defensiv dhe ofensiv. Ndeshja e parë është sfiduese dhe e vështirë. Në ndeshjen me Anglinë do të jetë në fushë edhe kapiteni Berat Gjimshiti, i cili tha se në skuadra atmosfera është shumë e mirë dhe se ndaj Anglisë skuadra do të japë gjithçka në fushë. Besoj që një atmosferë shumë të mirë, një frym mund të them edhe të re, sepse ka edhe disa lojtarë që janë talente, janë të rinj dhe besoj që e përmirësojnë edhe ekipin. Dhe që kam pa në këto servite që çdo njeri jep gjithçka në fushë për me arrit një qëllim që nuk ka ndodhur kurrë dhe besoj është gjë më e rëndësishme. Dhe ç'kualifi? Shiko, unë të them drejtën, ëndrat thonë që nuk janë të mundura, po disa ëndra besoj që edhe realizohen, edhe pse jo. Edhe nuk besoj më herët kanë menuar që Shqipëria do kualifikohet 2 herë për Evropian. Kështu që unë nuk jam nga ai tipi që më shefet mbas një, të them, na jemi më kombëtare më vogël se Anglia, siç e dinë të gjithë, po unë besoj që kam një qëllim, siç e ka edhe gjithë ekipi dhe pse jo ti provosh kur i ke mundësitë ta provosh edhe të japësh gjithçka në fund, shikohet rezultati sigurisht, po pse jo të japësh gjithçka në fushë dhe pastaj nëse arrin është edhe një sukses shumë edhe akoma më i mirë. Ndeshja mes Anglisë dhe kombëtares shqiptare do të luhet në mbrëmjen e së premtes në Wembley, ndërkohë që në 24 mars, kuqezinjt do të presin Andorën në arenën kombëtare. 2 ndeshje këto që do të transmetohen në platformën digital.